Përpara se ta dëgjani këtë histori, dua t'ju pyes diçka. Mendoni se dashuria mund të kapërcej historinë dhe armiqësinë mes dy popujve? Shkruani mendimin tuaj në komente, sepse pas kësaj historie, përgjigjja juaj mund të ndryshojë plotësisht. Londra nuk e pret njeriu. Ajo thjesht ekziston, e madhe, e zhurmshme, e ftohtë në mënyrën e vet karakteristike, si një njeri që ka parë shumë dhe nuk befasohet më nga asgjë. Rrugët e saj të lagura nga shiu i vazhdueshëm pasqyrojnë dritat e mira dritareve, dhe njerëzit lëvizin nëpër to si valë të detit, pa ndalur, pa pyetur, pa u interesuar për ata që kalojnë pranë tyre. Kjo qytet nuk ka kohë për histori të vogla, për zemra të reja, për ëndra që sapo kanë zënë fill. Dhe megjithatë, pikërisht në mes të kësaj indiferencë madhështore, historitë më të mëdha të jetës shpesh fillojnë pa paralajmërim. Agoni kishte mbërritur në Londër me 2 valixhe dhe një zemër të mbushur me shpresë. Ishte djali i nesëm i një familje të zakonshme nga Prishtina. Familje ku babi kishte punuar gjithë jetën për të siguruar bukun e gojës, ku nëna kishte sakrifikuar shumë gjumnate për të parë fëmijët e saj të rriteshin drejt dhe të arrinin atje ku ajo vetë nuk kishte mundur të shkonte. Mundësia për të studiuar në Londër kishte qenë një ëndër e gjatë, e ushqyer me sakrifica dhe me lot të fshehur. Kur kishte marrë letrën e pranimit nga universiteti, kishte mbojtur frymën për disa sekonda, sikur i kishte ardhur frika se po ëndërronte dhe mund të zgjohej. Por nuk ishte ëndër. Ishte real. Dhe tani, ai ishte këtu, në një apartament të vogël me qira në zonën e Camberwellit, me një dritare që shihte mbi çatitë e rrafshta të ndërtesave të lagjes, me një buxhet të shtrënguar dhe me një energji të brendshme që e mbante gjallë pavarësisht lodhjes dhe nostalgjisë që herë zinte si mjegull. Universiteti i kishte hapur botë të reja, jo vetëm në kuptimin akademik, leksionet, bibliotekat, profesorët me emra të njohur, por edhe në kuptimin njerëzor. Për herë të parë në jetë, Agoni jetonte në një mjedis ku çdo person pranë tij vinte nga një vend tjetër, fliste një gjuhë tjetër në shtëpi, kishte një histori tjetër pas vetes. Ky mozaik njerëzor e magjepste. Ai që kishte rritur në Prishtinë, ku gjithçka ishte e njohur dhe e parashikueshme, tani gjendej papritur në mes të botës. Lënda kryesore e Agonit ishte ekonomia ndërkombëtare, por ai kishte zgjedhur edhe disa lëndë zgjedhore për të plotësuar orarin. Mes tyre, edhe një kurs mbi komunikimin ndërkulturor, i cili mbahej të mërkurëve në pasdite në një sallë të vogël me dritare të mëdha që shihnin nga kopshti i universitetit. Ishte pikërisht në atë kurs, atë të mërkurën e dytë të semestrit, kur kishte hyrë ajo. Agoni ishte ulur pranë dritares, sikurse zakonisht, me shënimet e hapura para tij dhe me mendjen gjysmë tek profesori, gjysmë tek shiu i lehtë që binte jashtë. Dera e sallës ishte hapur me një çrregullim të vogël. Dikush kishte vonuar dhe ai kishte ngritur syt për instinkt, si çdo të tjerët në sallë. Vajza kishte hyrë me një çantë të vardhë në supe dhe me flok kafeni të errët të lidhur lirisht mbrapa, disa fije të shpëtuara duke i rënë mbi fytyrë. Kishte parë rreth e qark me një shpejtësi të qetë, jo nervozisht, dhe kishte gjetur shpejt një vend bosh 2 rreshta para Agonit. Ishte ulur, kishte nxjerr bllokun e saj dhe kishte filluar të shkruante me një koncentrim të menjëhershëm, sikur nuk kishte vonuar. Agoni e kishte vëzhguar për disa sekonda, jo pse ishte e bukur, edhe pse ishte e bukur, por pse kishte diçka në qëndrimin e saj që e tërhiqte. Një lloj qetësie të sigurt. Ajo nuk dukej as e shqetësuar për vonesën, as e sikletësuar nga sytë e tjerëve. Thjesht ekzistonte në hapësirën e vet, me një rehati që dukej e rrallë. Profesori kishte vazhduar ligjeratën dhe Agoni kishte kthyer vëmendjen tek shënimet e tij, por mendja kishte ngecur diku tjetër. Në fund të orës, ndërsa studentët po mblidheshin për të dalë, vajza kishte lëshuar lapsin e saj dhe ai kishte rregullisur nën karrigen e Agonit. Ai e kishte marrë dhe ja kishte shtrirë. Ajo kishte kthyer kokën dhe kishte thënë faleminderit, dhe pikërisht në atë çast, Agoni kishte vënë re sytë e saj, të kaltër të errët me një thellësi të çuditshme, si ngjyra e detit pas sturmes. Anglisht e mirë, kishte thënë ajo, dhe pastaj kishte buzëqeshur paksa. Po ti je i ri këtu apo jo? Nuk të kam parë javën e kaluar. Javën e kaluar isha smur, kishte thënë Agoni. Unë jam Agon. Mia, kishte thënë ajo, dhe e shtriu dorën. Emri tinkolloi i shkurtër, i ëmbël, neutral. Mia, emër që mund t'i takonte çdo vendi, çdo gjuhe. Agoni nuk e kishte pyetur më shumë atë ditë. As ajo. Kishin dalë nga salla bashk dhe kishin biseduar deri te dera kryesore e ndërtesës, ku rrugët e tyre kishin ndarë. Kishte qenë një bisedë e lehtë, pa peshë, por Agoni e kishte mbajtur gjallë mendërisht orë të tëra pas asaj dite.
Javën e tjetër e kishte gjetur sërish në sallë, dhe këtë herë kishte ulur vetëm pranë tij. Kjo ishte fillimi, jo me zurmë, jo me shpërthim, por me qetësinë ngadaltë që gjëje pa u kuptuar fillon të rritet nën sipërfaqe, si rrënjët e një peme që nuk shihen, por janë atje, duke u thelluar, duke u forcuar, duke u bërë gjithnjë e më të pamundura për t'u nxjerrë. Javët e para kishin pasuar me një njohje të tillë që është njëkohësisht i natyrshëm dhe i mahnitshëm, kur çdo bisedë e re zbulon diçka tjetër, kur çdo detaj i personit tjetër bëhet interesant jo pse është dramatik, por pse i takon atij. Agoni kishte mësuar se Mia studionte marrëdhënie e komunikim ndërkombëtar, se i pëlqente kafja e zezë me pa sheqer, edhe pse e pinte ngadalë sikur e kishte paksa frikë, se qeshte me gojë të mbyllur herën e parë dhe vetëm kur qeshja e zgjerohej i shiheshin dhëmbët, se kishte mendime të forta për shumë gjëra, por i shprehte me qetësi, pa zërin e ngritur. Nga ana tjetër, Mia kishte mësuar se Agoni ishte nga Kosova. Kjo gjë e kishte ngurtësuar për një çast të shkurtër, aq të shkurtër sa Agoni nuk e kishte vënë re, dhe pastaj kishte vazhduar bisedën me të njëjtën natyrë sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por diçka kishte lëvizur brenda saj, si një gur i hedhur në ujë të qetë, duke krijuar unaza që zgjeroheshin pa zurmë. Nga ç'vend je ti? E kishte pyetur Agoni një ditë, ndërsa po pinin kafe në kafetenerinë e universitetit. Nga Bosnia, kishte thënë ajo. Ishte thënë shpejt, jo me nervozizëm, por me një vendosmëri të brendshme, si dikush që ka menduar paraprakisht për përgjigjen. Nga Sarajeva. Jo, nga një qytet më i vogël, kishte thënë ajo dhe kishte kthyer gjaktësisht temën te punimet e fundit të kursit. Agoni nuk ishte ngulur, nuk ishte pasur arsye të ngulte. Bosnia ishte Bosnia, një vend fqinj, një popull me histori të njohur, me plagë të gjata nga lufta. Kishte ndjer paksa simpatitë natyrshme, por jo dyshim. Pse do të kishte dyshuar? Por gënjeshtra kishte hyrë aty, e vogël, e qetë, pa bujë, si një farë mbjellë në dhe të mirë, duke pritur kohën e vet. Ajo çfarë Mia nuk ja kishte thënë Agonit, çfarë nuk ishte guxuar t'ia tregonte, ishte se vinte nga Serbia, nga një qytet i mesëm serb, nga një familje e zakonshme, me një jetë të zakonshme prapasaj. Kishte ardhur në Londër me bursë dhe me dëshirën e madhe për të parë botën ndryshe nga ajo që e rrethonte. Dhe Londra e kishte pritur me atë indiferencën e saj bujare. Aty mund të ishe kushdoje, aty historia jote nuk të ndiqte nëse ti nuk e lije ta ndiqte. Deri në ditën kur kishte kuptuar se djali me sytë e errët dhe buzëqeshjen e qetë pranë saj ishte shqiptar, kosovar, dhe atëherë brenda saj kishte ndezur diçka, jo urrëtie, por frikë. Frika e saj nuk ishte pa bazë, kishte rritur me histori, kishte dëgjuar narrativa, dinte shumë mirë se çfarë mund të ndodhte kur dy njerëz nga ato anë të botës takonin njëri tjetrin, çfarë graviteti historik ishte midis tyre, çfarë plagësh nuk ishin ende mbyllur. Por Agoni nuk dukej si ato histori. Agoni dukej si ai vet, i qetë, kureshtar, i drejtë, dhe kjo e kishte bërë gjën edhe më të komplikuar. Prandaj kishte zgjedhur Bosnjën, kishte zgjedhur një gënjeshtër të re, të pastër, pa histori mes tyre, dhe kishte vendosur ta njeh këtij djali, sepse diçka brenda saj kishte refuzuar të hiqte dorë para se të fillonte fare. Ndërkohë, Londra vazhdonte të binte shi, dhe nën çatitje saj të lagta, dy njerëz po ndërtonin diçka që asnjëri prej tyre nuk e kuptonte plotësisht ende. Diçka të brisht, të bukur dhe të rënduar tashmë nga e vërteta e fshehur. Janë momente në jetë që nuk i sheh se po ndodhin derisa janë ndodhur tashmë. Nuk ka sinjal paraprak, nuk ka zile alarmi, nuk ka njoftim nga zemra se, kujdes, po ndryshon diçka. Thjesht një ditë zgjohesh dhe kupton se personi që dikur ishte i huaj, tani zë një hapësirë të madhe brenda teje, si mobilja kryesore e dhomës, që pa e kuptuar ka bërë dhëndin e saj, dhe nuk mund ta imagjinosh dhomën pa të. Kështu ndodhi me Agonin, jo dramatikisht, por me atë gjatësi të butë dhe të pashmangshme, me të cilën dashuria shpesh lëviz kur nuk e ndjen sy. Ai filloi ta kuptonte ndryshimin kur vuri re se po priste të mërkurën me një lloj padurimi që nuk kishte të bënte me kursin. Se kur i vinte mesazh nga Mia gjatë ditës, telefonin e kishte marrë me një çast anticipimi. Se kur ajo qeshte me diçka që kishte thënë ai, kishte ndjer diçka si krenari, jo të qesharishme, por të vërtet. Llojin e krenarisë që ndjen kur dikë që çmon e gëzon. Ata kishin filluar të takonin edhe jashtë universitetit. Fillimisht ishte i rastësishëm, dy studentë duke shkuar të pinin kafe pas kursit, duke zvarriur bisedën deri vonë, por pastaj kishin filluar të caktonin takime të qëllimshme. E shtunën në mëngjes, të dy bënin shëtitje nëpër tregun e Portobello Road. Mia e donte atmosferën e kaotike dhe ngjyrosur, dhe Agoni e donte faktin që ajo e donte atë. Edhe dielën mund t'i gjente pirë një çaj pranë Temsit, duke polur për gjithçka dhe asgjë njëkohësisht. Bisedat e tyre kishin marrë thellësi me kalimin e kohës.
Kishin diskutuar për politikë ndërkombëtare, për gabimet e historisë, për mënyrat se si kulturat ndikojnë në mënyrën se si njerëzit mendojnë. Mia kishte mendime të mprehta dhe të ndryshme nga ato të Agonit herëherë, dhe kjo jo vetëm që nuk kishte krijuar tension, kishte shtuar interesin. Ai e kishte gjetur stimuluese faktin që ajo nuk pajtohej gjithmonë me të, se kishte kurrizin ta mbante mendimin e vet. Një mëngjes ishte veçanërisht i rëndësishëm. Kishin ulur pranë dritares në një kafene të vogël italiane afër universitetit. Njëra nga ato kafene që nuk ndryshon kur, me tavolina të vogla dhe muzikë jazz të ulët në sfond. Shi i lehtë binte jashtë dhe ata kishin kohë. Ti nuk flet shumë për familjen tënde, kishte vënë re Mia sipas zakonit të saj të qetë. Agoni kishte hezituar paksa. Nuk është se nuk dua të flas, thjesht kur flas për ta ndjej gjëra shumë të forta, nostalgjinë, dashurinë, por edhe frikën e vogël se po i lë pas. E ndjej edhe unë atë ndjesi, kishte thënë Mia duke shikuar jashtë dritares. Zëri i saj kishte marrë një ton tjetër, më të rënd, më të vetëm. Ke vëllezër apo motra? Kam një vëlla, kishte thënë ajo, dhe pastaj kishte heshtur, sikur fraza kishte qenë e plot. Agoni nuk kishte shtyr, por kishte vënë re se çdo herë që biseda i afrohej temës së familjes apo vendlindjes, diçka ndryshonte Mia. Jo shumë, aq sa shumica e njerëzve nuk do ta vinte re, por Agoni kishte kuptuar atë mirë dhe gjërat e vogla po regjistronin te ai. Megjithatë, dyshimi nuk kishte arritur akoma te mendja e tij. Kishte menduar thjesht se Mia ishte njeri i mbyllur rreth familjes, njerëz të tillë ekzistonin, kishte familje me dinamika komplekse, kishte dhimbje të vjetra që njeriu nuk donte t'i ekspozonte. E kishte respektuar heshtjen e saj dhe kishte vazhduar. Ata kishin filluar të bënin gjëra të thjeshta bashk. Gatimin, shikimin e filmave, leximin pranë njëri tjetrit, pa nevojë për të folur gjithmonë. Këto ishin momentet që Agoni i çmonte më shumë. Jo ato mahnitse dhe të paharrueshme, por ato të banalet, ato ku prezenca e tjetrit bëhet diçka natyrore, si frymarrja. Një natë, duke parë bashk një film të vjetër italian, të cilin asnjëri nuk e kishte zgjedhur me bërllogare, Mia kishte vënë kokën e saj lehtë mbi supet e tij. Ishte një gjest i vogël, pothuajse i pamenduar, por Agonit i kishte ndalur zemra për një çast. Pastaj kishte filluar të rrithte shumë më shpejt. Kishte mbajtur frymën dhe kishte shikuar ekranin, por nuk kishte parë asgjë nga filmi. E gjithë ndjeshmëria e tij kishte qenë e përqendruar te ajo peshë lehtë mbi supë, te ngrohtësia e pranisë së saj. Nuk kishte folur, nuk e kishte lëvizur. Kishte thjesht ndenjur aty, si dikush që ka gjetur rastësisht diçka të çmuar dhe ka frikë se lëvizja mund ta trëmbë. Dhe Mia kishte ndenjur po ashtu, me sytë mbi ekran, por me mendjen diku tjetër. Kishte ndjer edhe ajo atë ngrohtësi, dhe bashkë me të, atë presion të brendshëm që nuk ikte, ai zë i vogël brenda saj që i kujtonte çdo herë se kishte diçka që nuk e kishte thënë, diçka të rëndë, diçka që mund të ndryshonte gjithçka. Por ajo natë nuk kishte qenë koha, ose kështu kishte vendosur ta justifikonte. Jo sonte, jo kur gjithçka ishte kaq e mirë, jo kur zemra e tij ishte aq pranë zemrës së saj. Gënjeshtra kishte vazhduar të rronte, e qetë dhe e fshehur, nën sipërfaqen e bukur të gjithçkaje që po ndërtohej mes tyre. Javët kishin kaluar, semestri kishte avancuar dhe dashuria, sepse tashmë ishte e qartë se çfarë ishte, edhe pse asnjëri nuk e kishte shqiptuar fjalën, kishte marrë rrënjë të thella. Agoni kishte filluar të shkruante herë-herë mesazhe familjes ku fliste për një shoqe, duke kujdesur të mos thoshte shumë sepse nuk e kishte ditur ende si ta vendoste brenda radhëve të jetës së tij. Familja e tij ishte e dashur, por edhe konservatore në mënyrat e veta. Nëna do të pyeste shumë pyetje, babai do të dëgjonte me kujdes të tepërt, dhe ai nuk ishte gati për asnjërin prej tyre. Por zemra nuk pret derisa jemi gati. Ajo lëviz sipas orës së vet. Një pasdite, duke ecur kthim nga universiteti nëpër një park të vogël që shërbente si shkurtore, Mia kishte ndaluar para një peme të vjetër. Kishte vendosur dorën mbi lëvoren e saj, sikur po e lexonte diçka e shkruar aty. "Çfarë shikon?" kishte pyetur Agoni, duke ndalur pranë saj. "Kjo pemë ka qenë këtu shumë para nesh, do të jetë këtu shumë pas nesh. Kjo më bën të ndihem njëkohësisht e vogël dhe e qetë." "Njeriu kërkon gjithmonë diçka të qëndrueshme", kishte thënë Agoni, dhe pastaj, pa e planifikuar, kishte shtuar. "Sot kur jam me ty ndihem kështu, e qëndrueshme." Kishte qenë konfesioni i parë, i ndrojtur, i mbuluar me metaforë, por i vërtet. Mia kishte kthyer kokën dhe e kishte shikuar Agonin.
Sytë e saj të kaltër të errët kishin mbajtur shikimin e tij për disa sekonda të gjata, dhe Agoni kishte parë aty diçka komplekse, gëzim por edhe dhimbje, ngrohtësi por edhe frikë. Edhe unë, kishte thënë ajo, në fund, me një zë pothuajse të heshtur. 2 fjalë, por kishin peshën e të gjitha fjalëve të pashprehura. Kishin vazhduar të ecnin dhe dora e saj kishte gjetur dorën e tij, dhe asnjëri nuk kishte thënë asgjë. Nuk kishte nevojë. Disa gjëra shprehen ndryshe, jo me fjalë, por me gjestet e vërteta, me zgjedhjet e vogla, me praninë. Dhe brenda atij çasti të bukur, brenda asaj paqeje të rrallë, gënjeshtra kishte ndenjur pa lëvizur, si diçka e gjallë, duke pritur. Ajo nuk ikte, ajo thjesht priste. Dhe me çdo ditë që kalonte, me çdo gjë të bukur që ndërtohej, kthimi i saj bëhej i pashmangshëm dhe shkatrimi i mundshëm i saj më i dhimbshëm. Dashuria e vërtet nuk qëndron vetëm në momentet e veçanta. Ajo banon në ditët e zakonshme, në kafen e mëngjesit të ndarë, në debatin e vogël rreth gjërave të parëndësishme, në buzëqeshjen e refleksit kur sheh emrin e tij në ekran. Agoni dhe Mia e kishin arritur atë nivel të intimitetit, ku prania e tjetrit kishte bërë pjesë të ritmit të jetës, ku mungesa ndihej si diçka fizikisht e huaj. Londra kishte bërë sfondin e tyre të përbashkët. Kishin eksploruar qytetin me atë kurjeshtjen e studentëve që nuk kanë shumë para, por kanë kohë dhe entuziazëm. Kishin gjetur restorante të rira, por të mira në Shoreditch, kishin kaluar orë të tëra nëpër muzet falas, kishin zbuluar parqe të qeta që nuk shfaqeshin në guidat turistike. Kishte diçka mahnitësje në mënyrën si Londra mund të ishte e ndryshme për çdo kusht. Qyteti i madh dukej sikur të jepte hapësirat e veta sekrete nëse e kërkonit me durim. Mia kishte filluar t'i tregonte gjëra, jo gjithçka, por gjëra të vërteta. I kishte treguar për vllain e saj, pak më i ri se ajo, që ndiqte universitetin në qytetin e origjinës. I kishte treguar për nënën e saj, një grua e fortë dhe praktike që kishte punuar shumë. Kishte treguar për fëmijërinë e saj, verën që shkonte tek gjyshja në fshat, muzikën që e dëgjonte babai i saj gjatë darkave, librat që i kishte dashur si fëmijë. Agoni dëgjonte me vëmendje. Ishte kuristar nga natyra, por me Mien kjo kuriozitet kishte marrë një dimension tjetër. Dëgjonte jo vetëm për të mësuar, por sepse çdo detaj i jetës së saj i dukej si copëz e mozaikut të një tabloje që donte ta shihte të plot. Por kishte detaje që mungonin gjithmonë. Kur Agoni pyeste gjëra shumë specifike, kështu aflite, kush ishte politikani i njohur i qytetit, ku ndodhe qyteti gjeografikisht, Mia kishte mënyrën e vet për të devijuar. Ishte aq e natyrshme, aq e qetë, sa Agoni zakonisht nuk e kuptonte se kishte ndodhur deri pasi kishte kaluar biseda. Kishte patur një natë kur kishin qenë me disa shokët nga universiteti, një grup i përzier, si çdo herë në Londër, me studentë nga Italia, Nigeria, Kina, Greqia. Dikush kishte filluar të fliste për politikën ballkanike dhe situatën në rajon. Agoni kishte folur hapur rreth Kosovës, rreth pavarësisë, rreth gjërave që ai i shihte si padrejtësi historike. Kishte folur në pasion, por pa agresivitet. Ishte diçka e tij, e brendshme, dhe e shprehte me ndershmëri. Mia kishte dëgjuar të gjitha. Kishte mbajtur gotën e saj të verës dhe kishte dëgjuar, me shprehjen e papërcaktuar. Kishte kontribuar pak herë, me fjalë neutrale, me pyetje akademike, por asnjëherë me pozicionin e vet të qartë. Dhe kur biseda kishte kaluar te Serbia, kur dikush kishte bërë koment kritik rreth politikave serbe ndaj Kosovës, Mia kishte marrë një glënjë të madhe verë dhe kishte shikuar nga ana tjetër. Asnjë nuk e kishte vënë re, vetëm Agoni, i cili e kishte parë me cep të syrit, por kishte menduar se ndoshta ishte e lodhur ose i zihej mendja te diçka tjetër. Pas asaj mbrëmje, duke ecur kthim, kishin qenë pak më të heshtur se zakonisht. Të pëlqeu mbrëmja? Kishte pyetur Agoni. Po, kishte thënë Mia, dhe pastaj ti flet me shumë pasion kur bëhet fjalë për Kosovën. Është shtëpia ime, kishte thënë Agoni thjesht. Nuk mund të mos ndjej. Mia kishte heshtur, dhe pastaj me zë shumë të qetë. E kuptoj. Kishte qenë diçka në tonin e asaj fjalie, jo thjesht mirëkuptim intelektual, por diçka më personale, sikur ajo vetë dinte diçka për atë lloj lidhjeje me vendin, me historinë, me dhimbjen kolektive. Por Agoni nuk kishte ditur si ta interpretonte dhe kishin vazhduar duke ecur në dritat e Londrës. Javët e ardhshme kishin sjell afrim të mëtejshëm. Kishin filluar të flinin herë bashk, fillimisht rastësisht, pas natëve të gjata kur nuk kishte kuptim të ktheheshin te apartamentet e tyre të veçanta, dhe pastaj gjithnjë e më shpesh me qëllim.
Ishte kalimi i radhës natyrali çdo marrëdhënieje në rritje dhe asnjëri nuk kishte bërë shumë zhurmë rreth tij. Në ato mëngjes, Agoni kishte kohë për ta vëzhguar Mian kur ajo ende flinte. Kishte diçka të qetë dhe të pambrojtur në fytyrën e saj në gjumë. Zgjishej shtresa e rezervës që ajo mbante natyrshëm dhe mbetej vetëm ajo. Kishte menduar herë se e donte edhe ashtu, të pambrojturën, atë pa filtrat. Por filtrat ekzistonin për arsye, dhe ai nuk i dinte arsyet. Ajo çfarë Agoni e kishte vënë re gjatë kësaj kohe dhe ja kishte atribuar personalitetit të mbyllur të Mias, ishte se ajo kurrë nuk fliste serbisht aty ku mund ta dëgjonte dikush tjetër. Kishin takuar disa herë njerëz nga Ballkani dhe Mia kishte shmangur me zgjuari çdo situatë ku mund të ishte identifikuar. Me greket kishte folur anglisht, me bosnjaken nga kursi kishte folur pak dhe kurse gjuha kishte rrezikuar të ngjante shumë, kishte kaluar me shpejtësitë e anglishtja. Kishte qenë aty, e fshehur, ajo kujdese pa lodhur, por Agoni nuk e kishte lidhur me asgjë. Kishte shumë njerëz në Londër që preferonin anglishten shoqërisht. Qyteti ishte i tillë, e bënte natyrisht. Një fundjavë kishin vizituar galerinë Tate Modern. Kishin qëndruar gjatë para një pikture abstrakte të madhe, shtritat kuq dhe të zinj mbi kanvac të bardhë, dhe kishin debatuar me gëzim se çfarë paraqiste. Agoni kishte thënë se nuk ishte e nevojshme të paraqiste asgjë, se pikturat mund të ekzistojnë thjesht si ndjesi. Mia kishte argumentuar se çdo gjë që krijohet nga një njeri mbart domosdoshmërisht diçka nga ai, pa dashia ose me dashia. Onda, si mund të ketë art krejtësisht neutral? Kishte pyetur ajo. Ndoshta nuk mund të ketë, çdo gjë që krijojmë mbart gjurmën tonë. Kishte qenë një debat mbi art, por ky princip, se çdo gjë mbart gjurmën e krijuesit saj, do të kthehej më vonë me kuptim shumë ndryshe. Sepse edhe Mia e mbante gjurmën e origjinës së saj, pavarësisht sa me kujdes e fshihte. Gjuha, intonacioni, mënyra si formonte disa fjalë angleze, mënyrat kulturore, ishin atje, pak a shumë të dukshme, por atje. Dhe njeriu që i shikonte me sytë e duhur, do t'i shihte. Ai njeri do të vinte, por ende jo. Ende kishin ato ditë të lumtura pa hije, edhe pse hija ishte atje, e pa dukshme, por reale, si çdo gjë që pret. Ka gjëra që ndihen por nuk thuhen, që rinë brenda si ura pa bregdet tjetër. E di që ke filluar të ecësh, por nuk e di ku do të arrish. Ky ishte gjendja e Agonit kur kuptoi se dashuria kishte marrë plotësinë e saj, jo si detim, jo si moment i veçantë, por si rrjedhoje pashmangshme e çdo gjëje që kishte ndodhur. Ishte mbrëmja kur Mia kishte sëmurë, jo diçka e serioze, grip i zakonshëm, temperatura e lartë, gjendja e asaj shpërbërzje të totale kur trupi revoltohet. Kishte dërguar mesazh se nuk vinte dot në takim. Agoni, pa menduar dy herë, kishte marrë barnat, supën e gatshme nga tregu i afërt dhe kishte shkuar te apartamenti i saj. Mia kishte hapur derën duke mbajtur një batanie rreth shupave, me sytë të lodhur dhe flokët të çrregulluar. Kishte parë çantën e tij dhe kishin ndezur ca ngroftësi sytë e saj të sëmurë. Nuk duhej, kishte thënë Agoni. E di, por doja. Kishte nditur atë natë me të, kishte bërë supën, kishte siguruar se merrte barnat, kishte ndenjtur pranë saj ndërsa ajo flinte her pas here, duke lexuar apo duke punuar me laptop sa ajo pushonte. Aty kishte diçka shumë intime, jo fizikisht, por thellësisht njerëzore. Kujdesurit për dikën kur ai është i pambrojtur dhe i brisht, është dashuri e vërtetë. Kur Mia ishte zgjuar ndërmjet gjumi dhe e kishte parë ende atje, duke lexuar me lampën e vogël ndezur, kishte thënë me zë të lodhur: "Ti ke zemër shumë të mirë, Agon." Ai kishte vendosur librin dhe e kishte shikuar. "Fli", kishte thënë thjesht. Por ato tre fjalë, "zemër shumë të mirë", kishin lënë gjurmë. Kishte qenë aty kur ajo i kishte thënë ato se atij ishte ndezur diçka. Jo vetëm kënaqësia e kujdesit të dhënë, por edhe dhimbja e pa drenjë e dikujt që ndjen se sapo po shikon jo thjesht vajzën, por personin me të cilin donte të ndante jetën. Ditët e ardhshme, Mia kishte shëruar shpejt dhe kishin kthyer te rutina e tyre. Diçka kishte ndryshuar pas asaj nate. Jo në mënyrën si fliste apo se sillej Mia, ajo kishte mbetur e njëjta nga jashtë. Por Agoni kishte filluar ta shikonte ndryshe. Me atë sy të atij që ka vendosur, edhe pa e shqiptuar vendimin. Me atë qetësi të brendshme të dikujt që ka gjetur drejtimin dhe nuk ka nevojë të nxitojë sepse e di ku po shkon. Kishin filluar të flisnin për të ardhmen, jo me planifikime konkrete, por me atë mënyrën e butë si çiftet e reja eksplorojnë mundësinë e një ne afatgjat.
Kur të mbaroj studimet, dua të punoj në sektorin e politikave publike, kishte thënë Agoni një pasdite. Dhe Mia kishte thënë, ne ku? Dhe fjala ne kishte rënë aty si diçka shumë natyrore, pa u menduar, pa u friksuar. Por pastaj kishte heshtur, sikur e kishte dëgjuar veten dhe kishte ndier diçka. Agoni e kishte kapur atë çast, atë hezitim të vogël pas fjalës ne. Kishte qenë shpejt dhe Mia kishte vazhduar, por ai e kishte parë. Dhe ndonse nuk kishte kuptuar arsyen, kishte kuptuar ekzistencën e saj. Kishte filluar t'i grumbullonte ato hezitime, si dikush që grumbullon copa stofi, pa kuptuar ende se çfarë modeli formojnë. Mënyra si devionte kur biseda hynte thellë te familja, mënyra si shmangte gjuhën shqipe apo serbe një lloj, gjithmonë anglisht, gjithmonë distancë lingvistike. Mënyra si ngrihej lehtë kur dikush nga rajoni fliste shumë hapur rreth historisë. Një ditë, duke parë lajmet bashk, kishte ardhur një raport rreth tensioneve të vazhdueshme në Ballkan. Agoni kishte bërë një koment të shkurtër, jo të egër, por të qartë, dhe Mia kishte ndryshuar kanalin me shpejtësi duke thënë, nuk dua të shoh lajme sonte. Agoni e kishte pranuar pa pyetur, por e kishte mbajtur mend. Ndërkohë, brenda Mias, tensioni kishte qenë rritës. Çdo ditë që kalonte me Agonin, çdo gjë e bukur që ndërtohej mes tyre, bëhej njëkohësisht dhuratë dhe barr. Donte të ishte e vërtetë me të. Kishte çaste kur fjala Serbia kishte zënë fill në gryk dhe kishte mbetur aty, por frika e kishte ndalur. Jo frika nga Agoni si person, ajo e njihte tashmë atë, e dinte se ishte njeri i drejtë, por frika nga historia mes dy popujve, nga reagimi emocional që nuk mund ta parashikonte, nga mundësia e humbjes së tij. Dhe sa më shumë e donte, aq më e madhe bëhej ajo frikë. Kishte pasur mbrëndje kur kishte ndejtur vetëm pas largimit të tij dhe kishte provuar të imagjinonte çfarë do ndodhte nëse i tregonte. Kishte provuar të imagjinonte fytyrën e tij, si do ndryshonte shpreha, si do ta absorbonte ai të vërtetën. Herë i dukej se ai do ta kuptonte, do ta pranonte. Herë tjetër i dukej sikur po ndërtonte zamak mbi rër dhe e vërteta e fshehur do ta shemte gjithçka. Prandaj kishte zgjedhur të ruhej. Të mbante gënjeshtrën si mburoi, jo nga dëshira për të gënjur, por nga frika për të humbur. Por gënjeshtra rritet dhe çdo ditë ajo bëhet pak më e rëndë. Kishte ardhur momenti kur Agoni kishte vendosur. Nuk ishte qenë i çastit, kishte qenë rezultati i javëve të mendimit, i procesit të brendshëm gradual, ku një njeri kalon nga ndjej diçka të madhe tek po, kjo është e vërteta dhe dua t'ja them. Ishte natë vonë pas një telefonate të gjatë me nënën, kur ajo e kishte pyetur me zë të butë, por me sy të mprehtë gjysmë seriozisht. A ke ndonjë njohje aty birë? Dhe ai, për herë të parë, nuk kishte refuzuar temën me humor. Po mami, ka dikë, kishte thënë Agoni. Heshtja në anën tjetër të telefonit kishte qenë e gjatë, e mbushur me pyetje të pathëna. E sjell në shtëpi ndonjëherë? Kishte thënë nëna me atë tonin e saj të posaçëm, neutral nga jashtë, por me shpresë të fshehtë. Ndoshta, kishte thënë Agoni. Dhe fjalën ndoshta e kishte kuptuar se e kishte thënë me gjysmën tjetër të mendjes, tashmë të vendosur. Kishte mbyllur telefonin dhe kishte ndejtur me mend. Kishte kuptuar se donte të prezantonte Mian me familjen e tij, jo si hap formal, as si deklaratë solemne, por si gjest natyral i dikujt që ka gjetur diçka të rëndësishme dhe dëshiron ta shëndajë me ata që do. Familja e tij ndodhej në Kosovë, por babai kishte planifikuar të vinte në Londër për disa javë. Kishte punë, takime biznesi. Ishte rasti i duhur. Kishte folur me Mian të nesërmen. Dua të prezantoj me baban tim, kishte thënë duke e parë drejt në sy. Vjen këtu javën e ardhshme, nëse je gati. Mia kishte bërë gjë të çuditshme. Kishin kaluar në përfytyrën e saj disa shprehje brenda sekondash. Gëzimi sinqert i pari, pastaj diçka tjetër, sikur një re e shpejtë. Pastaj, rikthimi i buzëqeshjes. Do të doja shumë, kishte thënë ajo, por brenda saj ishte alarma. Familja e tij, babai i tij, njeri i rritur nga Kosova me histori, me kujtesë, me mprehtësinë e dikujt që ka jetuar konfliktin jo si libër, por si realitet. Njerëzit të tillë shikojnë ndryshe, dëgjojnë ndryshe. Ata dinin gjëra që brezat e rinj nuk e dinin. Kishte kaluar ditët e ardhshme me një ankth të ulët si zhurmë vogël elektrike që nuk ikte. Kishte rishikuar çdo detaj të historisë së saj të reme, Bosnja, qyteti i vogël, detajet e besueshme.
Kishte siguruar veten se ishte e qëndrueshme, se kishte praktikuar sqarime, se e dinte çfarë të thotë nëse pyetej. Por sytë e vjetër shikojnë pas fjalëve, dhe ajo e dinte. Besimi i tij kishte qenë i menjëhershëm. Besimi i plakut. Babai i Agonit, Murat, ishte njëri i qetë nga jashtë dhe i mprehtë nga brenda. Kishte punuar gjithë jetën, kishte kaluar vite të vështira gjatë periudhave të tensionit në Kosovë, kishte mësuar gjëra mbi njerëzit dhe botën që universiteti nuk i mëson. Kishte atë lloj inteligjence praktike të brezave që kanë mbijetuar, jo akademike, por të thellë si rrënjët. Kishin takuar darkën e parë në një restorant italian modest që Agoni e kishte zgjedhur me kujdes, jo shumë formal sa të ngjante si audiencë, jo shumë informal sa të mos kishte gravitet. Mia kishte ardhur me një elegancë të qetë, veshje e thjeshtë, sjellje e hapur, buzëqeshje e sinqertë. Kishte folur mirë me Muratin, me anglishten e saj të mirë, me pyetje të respektueshme, me dëgjim të vëmendshëm. Kishte bërë përshtytje të parë të mirë. Agoni kishte parë kënaqësinë e lehtë në fytyrën e të Atit dhe kishte ndjerë relaksim. Por Murati dëgjonte edhe ato gjëra që shumica nuk i dëgjonin. Kishte qenë gjatë darkës, ndërkohë që Mia po tregonte diçka, kur Murati kishte vënë re diçka te mënyra si ajo formonte disa fjalë angleze, një intonacion, një mënyrë si i bashkonte disa tinguj. Ishte shumë e vogël, aq e vogël sa 999 njerëz nga 1000 nuk do ta kishin kapur. Por Murati kishte kaluar vite duke dëgjuar gjuhë të ndryshme të Ballkanit, kishte punuar me njerëz nga shumë anë të rajonit dhe udhëzori i brendshëm i tij i gjuhës kishte regjistruar diçka. Nuk kishte thënë asgjë atë natë, kishte vazhduar si gjithë të tjerët, kishte qeshur, kishte pirë kafen e tij, kishte folur me Agonin për punë dhe familje. Por kur kishin dalë jashtë dhe Mia kishte shkuar pak më njanë të merrte taksin, Murati kishte kthyer kokën nga djali i tij me atë shikimin e tij, qetësi absolute nga jashtë, gjithçka brenda. Bir, nga çpend ka thënë që është ajo vajzë. Nga Bosnia, baba, kishte thënë Agoni. Pse? Murati kishte heshtur për një çast. Pastaj, ndoshta, folim. Kishin qenë dy fjalë, por Agoni i kishte njohur mirë baban e tij. Ato dy fjalë nuk ishin thënë pa arsye. Ditët pasardhëse kishin qenë të rënda. Murati e kishte marrë djalin më njanë dhe i kishte shprehur dyshimet e tij, jo me akuza, por me atë qetësinë e rrezikshme të dikujt që ka menduar gjatë. I kishte thënë se mënyra si fliste vajza i kujtonte shumë folësit serb të anglishtes, jo bosnjake. Kishte dallime të vogla fonetike mes të dyjave, dallime që shumica nuk i dinin, por ai e kishte mësuar me vite. Agoni kishte dëgjuar dhe ka ndier diçka të çuditshme brenda, jo besimi me një hershëm i fjalëve të Atit, por as refuzimi plot. Kishte qenë aty një farë hutimi, një pyetje e ngritur brenda që nuk kishte guxuar të merrte formë të qartë. Baba, ndoshta ke gabuar, kishte thënë Agoni. Gjuhët e rajonit ngjajnë. Mund të kem gabuar, kishte thënë Murati, por pyete. Ishte i thjesht dhe i prerë. Pyete. Agoni kishte dalë nga ajo bisedë me mendjen të trazuar. Kishte provuar të analizonte. A kishte ndonjëherë diçka që nuk qëndronte? Kishte filluar të rikthente kujtimet, shumë të vogla, shumë lehtësisht të shpjegueshme individualisht, por së bashku. Kishte pasur momentet kur Mia kishte shmangur bisedën rreth Bosnjës me qiltërsi, kishte reagimet e saj rreth temave të Ballkanit, kishte refuzimi i hollë por i qëndrueshëm për të hyrë thellë te origjina e saj, dhe kishte, ai e kujton tani, një moment i vetëm kur kishte dëgjuar zërin e saj në telefon me dikë tjetër, fjalë të pakuptuara me ritëm të caktuar gjuhësor, dhe ai e kishte kujtuar si diçka të çuditshme, por e kishte lënë kaluar. Tani ato copa të vogla po fillonin të vendosnin vetë. Agoni nuk ishte njeri i dramës, nuk gjaksonte situata, nuk donte konflikte, por e kishte edhe diçka tjetër, nuk kishte njeri i vetë mashtrimit. Kur diçka e shqetësonte, e kishte zakon ta përfalte, edhe nëse kjo ishte e vështirë. Kishin planifikuar darkë vetëm mes tyre, një darkë e qetë, shtëpie, si shumë të tjera, por Agoni kishte sjellë me vete pyetjen e parrëfyer si peshë mbi shupë. Gjatë darkës kishte qenë i qetë, por ndryshe nga zakonisht. Mia e kishte vënë re. Ajo kishte atë aftësinë e dikujt që ka jetuar me frikë të fshehur, ndjeshmëri të lartë të toneve dhe qëndrimeve. Kishte kuptuar se diçka kishte ndryshuar dhe stomaku i saj kishte shtrënguar. Diçka nuk shkon? Kishte pyetur ajo, duke vendosur pirunin. Agoni e kishte parë, kishte pasur një betejë të shpejtë brenda tij. Si, kur, në çfarë mënyre, dhe pastaj kishte vendosur, drejt për drejt, sepse ishte mënyra e vetme. Babai im ka vënë re diçka, mënyrën si flet, thot se i kujton shumë folësit serb të anglishtes, jo bosnjake.
Kishte dallime të vogla fonetike mes të dyjave, dallime që shumica nuk i dinin, por ai e kishte mësuar me vite. Heshtja kishte qenë e menjëhershme dhe e rëndë. Pyetja ime është e thjeshtë, kishte vazhduar Agoni. Zëri i tij kishte qenë i qetë, por poshtë qetësisë kishte trembur diçka. Nga jeti i Mia, të vërtetën. Mia kishte ngritur syt. Kishte parë fytyrën e tij, atë shprehjen e qetë por vendosur, atë shikim drejt e syve pa u ikur, dhe brenda saj kishte ndjerë të shembet muri i ngritur me kujdes. Jo me zhurmë, por me atë mënyrën e ngadaltë dhe të dhimbshme të diçkaje që kishte mbajtur shumë gjatë peshën. Kishte hapur gojën, kishte mbyllur, kishte hapur sërish. Jam nga Serbia, kishte thënë. 2 fjalë, të vogla, të rënda siguri. Agoni nuk kishte lëvizur, kishte mbajtur shikimin e saj. Brenda tij kishte qenë si të ndiqej dikush të vrapoj drejt një muri. E kishe parë, e kishe ditur, por ndikimi kishte qenë gjithsesi real. Serbia, kishte thënë ai, jo si pyetje, si konfirmim. Po, zëri i saj ishte thyer paksa. Nuk të kanë treguar, sepse kisha frikë. Kur kuptova se ishe shqiptar, kuptova se historia mes vendeve tona, se ndoshta nuk do të... Kur kuptove, kishte ndërhyr Agoni. Tani kishte pasur diçka ndryshe në zërin e tij. Jo zemërimi i shprehur, por ajo kontrolla e tendosur e dikujt që po ndalon diçka të shpërthen. Që në fillim pothuajse, kishte thënë Mia. Kur tha emrin, Agon, ishte emër shqiptar, dhe pastaj kur the se ishe nga Kosova, dhe vendose të gënjesh. Nuk ishte akuz, ishte konstatim, por kishte pesh. Vendosa të pres, kishte thënë ajo. Të shihja nëse kishte kuptim të tregoja, nëse gjërat do të zhvilloheshin ndryshe. Zhvilloheshin ndryshe. Agoni e kishte përsëritur frazën me atë qetësinë të ngadaltë. Kishte ngritur nga tavolina, kishte lëvizur drejt dritares dhe kishte parë jashtë me shpinën nga ajo. Mia kishte ndenjur, e kishte parë shpinën e tij, shpatullat të ngurtësuara, qëndrimin e atij që po lufton brenda. Kishte dashur të ngrihet, të shkoj pranë tij, por kishte ndjerë se do të ishte e gabuar, se ky çasti takonte atij. Ditët që pasuan kishin qenë disa nga më të vështira të jetës së Allonit. Nuk kishte qenë zemërimi. Ai kishte qenë i pari që kishte ardhur dhe kishte kaluar relativisht shpejt si zjarri i barit. Kishte qenë konfuzioni i thellë, ai lloj konfuzioni që lind kur 2 gjëra të vërteta janë në konflikt, sepse 2 gjëra ishin njëkohësisht të vërteta. Ai e donte Mian dhe Mia kishte gënjur. Por edhe diku tjetër, Serbia nuk ishte fjalë neutrale për Agonin, nuk ishte thjesht emër vendi, ishte histori e tij, e familjes së tij, e popullit të tij. Ishte dhimbja kolektive të brezave, plagët gjata që nuk ishin mbyllur plotësisht, kujtime të tregimeve të dëgjuara nga babai dhe gjyshi, imazhet e fëmijërisë nga koha kur Kosova kishte kaluar në errësirën e vet. Nuk kishte urrëtie personale ndaj Mias, kishte gjëra shumë të ndërlikuara. Kishte ecur shumë gjatë atyre ditëve, nëpër parqe, nëpër rrugë të panjohura, lën Londrën të absorbonte. Kishte folur me Muratin, që kishte dëgjuar pa ndërhyrë shumë. Kishte qenë babai i mençur në heshtje. Kishte lënë djalin të fliste, dhe kur i kishte mbaruar, kishte thënë: "Vetëm ti e di se çfarë ndjen dhe çfarë mund të mbash, por mbaj mend, historia e popujve është e popullit, jeta jote është jotja." Kishin qenë fjalë të peshuara, jo urdhër, jo vendim, thjesht hapësi. Agoni kishte menduar gjatë mbi ato fjalë, mbi pyetjen nëse ishte e mundur të ndante njeriu nga historia e vendit të tij, nëse ishte e ndershme të mbante Mian përgjegjëse për gjëra të bëra para lindjes tyre, nëse dashuria mund të kapërcente atë distancë historike. Por kishte edhe pyetje tjetër, e afërt, personale. A mund ta besoja? Jo Serbin si vend, atë pyetje e la me njan, por Mian, atë person specifik, ato sy, ato duar, atë zërin. Ajo kishte zgjedhur gënjeshtrën, jo një herë, por çdo ditë. Çdo herë kur kishte thënë Bosnja, çdo herë kur kishte shmangur, manipuluar, drejtuar bisedën larg, kishte qenë i qëllimshëm, i vazhdueshëm, i menduar. Dashuria dhe besimi nuk janë e njëjta gjë. Mund të dosh dikë dhe të mos mundesh ta besosh, dhe marrëdhëniet pa besim janë si ndërtesa pa themel. Mia e kishte kontaktuar disa herë atyre ditëve. I kishte dërguar mesazhe, jo shumë, sepse e kuptonte hapësirën që i duhej, por kishte aty. Kishte shkruar gjëra të vërteta, të dhimbshme, se kishte frikë, se nuk ishte dashur të gënjente, se dashuria e kishte kapur para se të kishte mundësi të zgjidhte qasjen e dur, se e kuptonte nëse kishte nevojë për kohë. Agoni i kishte lexuar të gjitha, i kishte lexuar me vëmendje dhe i kishte ndjerë çdo fjalë, kishte ndjerë dhimbjen e saj, reale, të sinqertë,
Kishte njohur atë lloj frike që njeriu ndjen kur dëshiron diçka shumë dhe ka frikë ta humbas. Kishte kuptuar mekanikën e saj, si e kishte zënë e gatshme para se të kishte kohë të mendoj qartë, si gënjeshtra kishte filluar e vogël dhe pastaj ishte bërë e pamundur të shërnjësohej pa ndëmtim. Por kuptimi nuk është e njëjta gjë me pranimin. Kishte natë, e vetme, me qiell të qeltruar rrallë mbi Londrën, kur kishte ndenjur te dritarja e apartamentit dhe kishte lejuar veten t'i ndjente të gjitha njëkohësisht: dashurinë, dhimbjen, zemërimin, trishtimin, konfuzionin. Kishte qenë e raskapitur nga lufta e brendshme, nga pesha e vendimit që dinte se do t'i duhej ta merrte, sepse vendimi po zinte formë, e dhimbshme, por e qartë. Kishin rënë dakord të meneshin. Agoni e kishte propozuar, jo sepse e kishte vendosur plotësisht, por sepse kishte kuptuar se duhet ta shihte, duhet ta fliste drejt për drejti. Disa gjëra nuk mund të thuhen me mesazh. Kishin takuar në atë kafene të vogël italiane, vendi tyre, ku gjithçka kishte filluar të merrte formë. Kishte qenë zgjedhje pa kujdesshme nga njëra anë, e dhimbshme, i njëjti vend, tavolinat e vogla, muzika jazz, shiu jashtë. Por ndoshta kjo kishte qenë pikërisht arsyeja. Mia kishte ardhur me dukjen e dikujt që ka fjetur pak. Kishte syt pak të fryrë, por qëndrimin e saj, atë qëndrimin e qetë dhe të drejtë, nuk e kishte humbur. Kishte ulur përpara tij dhe kishte parë drejt e syve. Kishte qenë kjo gjë tek ajo që Agoni e kishte çmuar gjithmonë. Nuk shmangej nga vështrimi drejt për drejt. Faleminderit që erdhe, kishte thënë ajo. Kishte gjëra për t'i thënë, kishte thënë Agoni. Kishin ndenjur pak në heshtje. Kishte qenë heshtja e dy njerëzve që e dinë se po ndodh diçka e madhe dhe asnjëri nuk dëshiron ta nxitojë, sepse nxitja nuk ja kthen atë ditë. Dua të kuptosh diçka, kishte filluar Mia. Kur të takova, nuk kisha plan, nuk kisha vendosur të gënjeja si strategji. Ishte frika, e papritur e menjëhershme. Kur kuptova se ishe kosovar, e gjithë historia e dëgjuar rreth meje u ngrit brenda një sekonde. Jo urrejtja, unë nuk urrej Agon, kur nuk e kam ndjekur atë rrugë, por frika e madhe se nëse do ta dija nga fillimi, nuk do të kishe dhënë mundësi. Agoni e kishte dëgjuar pa ndërhyrë. Dhe kur të njoha, kur fillova të kuptoja se kush ishte Agoni si njeri, u dashurova, jo me shqiptarin abstrakt, jo me armikun apo aleatun, me ty, me personin. Dhe sa më shumë të doja, aq më e vështirë bëhej e vërteta. E kuptoj mekanikën, kishte thënë Agoni me zë të qetë, por kuptimi nuk fshin efektin. E di. Çdo ditë kur thoje Bosnia, gënjeje, jo nga dobësi kalimtare, me qëllim, me mendim, me vendim të ri për të rirë çdo herë. Mia nuk kishte folur. Sytë e saj ishin bërë të lagur, por nuk kishte qarus. Dhe unë ndërtova diçka mbi të gënjeshtër, kishte vazhduar Agoni. Kishte pasur dhimbje qartë në zërin e tij tani. Jo zemrim, por trishtim. Kur mendoja ty, mendoja dikë të caktuar. Kur isha kujdesur për ty kur smure, kur kishim biseduar natën për gjëra të thella, mendoja Mian bosnjake, dhe ajo person nuk ekziston. Unë ekzistoj, kishte thënë Mia, dhe herën e parë zëri i saj ishte thyer. Unë jam e njëjta. Ato biseda ishen reale, kujdesi it ishte real, kujdesi im ishte real, vetëm vendlindja ndryshon. Vendlindja nuk ndryshon vetëm, kishte thënë Agoni ngadalë. Ndryshon edhe historia, ndryshon edhe e vërteta e bazës. Nëse nga fillimi do të kishe thënë jam nga Serbia, mund të kishim pasur një bisedë të vështirë, mund të kishte qenë e komplikuar, por do të kishim zgjedhur me dije. Ti nuk më besove me atë zgjedhje. Kjo ka rënë sigur. Mia e kishte ndjerë me gjithë peshën e saj. Ke të drejtë, kishte thënë me zë shumë të ulët. Kishin ndenjur, kafeja e tyre ishte ftohur. Jashtë shiu vazhdonte qetësisht. Çfarë do të ndodh me ne? Kishte pyetur Mia, jo me hop aktive, por si dikush që kërkon qartësi, jo mrekulli. Agoni kishte marrë frymë thellë, kishte parë duart e tij mbi tavolinë, kishte bërë atë që bënte kur mendonte rënd, kishte shtypur buzët dhe hishtur për disa sekonda. Unë të dua, kishte thënë, dhe kjo është e vërtetë dhe nuk ka kuptim ta mohoj, por dashuria nuk është e vetmja gjë që ndërton një marrëdhënie. Ka besim, ka ndershmëri, ka mundësia për të filluar sërish me peshën e asaj që ka ndodhur. Kishte hezituar, pastaj kishte vazhduar.
Jam rritur me histori, me gjyshi që tregonte gjëra, me babain që mbante shenja që shumica nuk i shohin. Nuk mund t'i fshi ato gjëra, dhe nuk dua t'i fshi, sepse janë pjesë e meje. Por ato gjëra nuk janë arsyeja kryesore. Arsyeja kryesore je ti, gënjeshtra jote, vendimi yt, çdo ditë i ri për të rirë. Ky është problemi. Nëse kishte filluar ndryshe, kishte thënë Mia. Ndoshta, kishte thënë Agoni, por nuk filloi ndryshe, dhe unë nuk mund të ndërtoj të ardhmen mbi ndoshtat e një fillimi të tjetër. Mia e kishte mbyllur syt. Kur i kishte hapur, kishte diçka e vendosur aty. Dhimbja ishte qartë, por edhe dinjitet. E kuptoj, kishte thënë, dhe ishte e sinqert. Kishin ndenjur edhe pak, jo me qëllim të vazhdontin, por sepse asnjëri nuk e dishte ta ndante ato sekondat e fundit. Kishte e çuditshme, si dy njerëz që duan ta zgjasin fundin, sepse e din se pas dere nuk rikthehet ai fillimi. Kur Mia kishte ngritur për të shkuar, kishte bërë diçka. Kishte vendosur dorën për një çast mbi dorën e Agonit. Ai nuk kishte tërhequr dorën. Kishin aty disa sekonda, reale, të dhimbshme, të plota. Pastaj ajo kishte dalë, dhe Agoni kishte ndenjur vetëm me kafen e ftohur dhe muzikën jazz dhe shiun jashtë dritares. Londra nuk ndalet për askënd. Kjo është njëkohësisht krudeliteti dhe mëshira e saj. Ditët pasardhëse kishin qenë të zhbrasta në atë mënyrën e çuditshme që ndodh pas diçkaje të madhe, jo dramatike, por si dhoma pas largimit të mobiljeve. E njëjta hapësirë, por ndryshe, e njëjtë, por bosh. Agoni kishte vazhduar shkollën. Kishte shkuar në leksione, kishte shkruar punime, kishte pirë kafe, kishte ecur në rrugë. Londra kishte vazhduar të binte shi herë dhe ta pristurte me indiferencën e vet karakteristike. Jeta kishte vazhduar sikur gjërat e mëdha brenda nesh nuk pasqyrohen gjithmonë nga jashtë. Por brenda kishte proces, i gjatë, i ngadalt, ndonjëherë i dhimbshëm. Kishte ditë kur e donte ta kthente, kur një gjë e vogël, ndonjë muzikë, ndonjë erë kafeje, ndonjë kthes rruge e sillte atë në mendje me qartësi fizike. Kishte ditë kur e urrente dënjeshtrën me intensitet të freskët. Kishte ditë kur shishte botën me sytë e saj, si kishte qenë ajo, e magjepsur, por e friksuar, duke provuar të ndërtonte diçka të mirë mbi bazë të gabuar. Nuk kishte arritur te falja, jo me njëherë. Falja nuk vjen me urdhër, por kishte arritur te kuptimi, dhe kuptimi është paradhoma e faljes. Kishte folur me baban. Murati kishte dëgjuar me atë qetësinë e tij dhe kishte thënë diçka që kishte qëndruar me Agonin gjatë. Ata që kanë vuajtur historinë e dinë se ajo lë gjurmë edhe tek ata që nuk e kanë krijuar. Ajo vajzë nuk bëri luftën, por u rrit me frikën e pasojave të saj. Edhe ti nuk bëre luftën, por ke pasojat e saj brenda teje. Të dy jeni produkte të asaj historisë. Tragjedit ndonjëherë nuk janë çka njëri keq, por çka historia keq para nesh. Agoni e kishte ruajtur atë frazë. Kishte diçka të vërtetë dhe të rëndë në të. Diçka që e bënte vendimin e tij jo më të lehtë, por më të kuptuar. Sepse vendimi nuk kishte qenë nga urrëtia, kishte qenë nga kuptimi i kufinjve të tij. Se disa plagë janë shumë të thella për t'u harruar me dashuri të vetëm. Se besimi pasi është thyer kërkon kohë dhe mundësi që situata nuk i jepte. Se ai vetë kishte nevojë për diçka fondamentale, ndershmëri si bazë. Kishte takuar Mian edhe një herë, pas javësh, rastësisht, në korridorin e universitetit. Kishin dalur, kishin buzëqeshur, jo gjerësisht, jo lehtë, por me atë buzëqeshën e dy njerëzve që kanë ndarë diçka të rëndë dhe nuk kanë armiqësi. Kishin pyetur njëri tjetrin shkurtimisht se si ishin. Kishin qenë mirë, kishin thënë të dy. Ndoshta ishte e vërteta, ndoshta jo plotësisht, por kishte qenë e drejtë. Kur kishte vazhduar rrugën, Agoni kishte ndjerë diçka të çuditshme. Jo lehtësim, jo trishtim të ri. Diçka si paqe e qetë dhe e komplikuar. Lloji paqeje që nuk vjen nga mungesa e dhimbjes, por nga pranumi i saj. Kishte mësuar gjëra nga kjo histori. Jo morale të thjeshta, jo mësime të gatshme si thënjet në mure kafenesh. Gjëra më komplekse, se historia e popujve hyn te trupi i njerëzve dhe formon frikë reale, edhe tek ata me zemër të mirë.
se dashuria mund të jetë e sinqertë dhe gënjeshtra po ashtu. Dy gjëra të papajtueshme që ekzistojnë njëkohësisht. Se kufijtë personal nuk janë të njëjtë me urrëtitjen. Mund ta refuzoj diçka, jo sepse urren, por sepse e njeh veten dhe e di çfarë mund të mbash. Dhe kishte mësuar edhe diçka tjetër, se plagët e historisë, ato plagët e mëdha kolektive, nuk fshihen kur I shpërndorojmë me heshtje. Ato shfaqen në mënyrat tona, në frikën tonë, në hezitimet tona, në gënjeshtrat që I tregojmë vetes se I bëjmë për arsye të mira. Shërimi, I vërtet, jo I sipërfaqësor, kërkon diçka tjetër, kërkon guxim. Guximin për të ndeshur me historinë, jo ta fshehesh. Guximin për të thënë, unë jam nga Serbia, edhe kur ke frikë nga reagimi. Guximin për të thënë, unë jam shqiptar dhe kam ndjesi komplekse rreth kësaj, edhe kur do ishte më e lehtë t'i fshihje. Dy njerëz kishin shansin e rrallë të takoheshin si individ, jashtë historisë, në terrenin neutral të Londrës së Madhe. Dhe gënjeshtra, e ndërtuar nga frika, jo nga keqdashia, kishte vënë gjithçka në rrezik. Por pas gjithçkaje, kjo ishte edhe ngushëllim. Agoni e kishte kuptuar gradualisht se dhimbja nuk ishte shenjë dobësie, ishte shenjë se kishte ndjerë diçka të vërtet. Njeriu që nuk dhembet nga humbja nuk ka dashur kurrë me të vërtet. Ai kishte dashur, kjo ishte e sigurt, e qartë e pamohueshme. Dhe fakti se ajo dashuri kishte mbetur e pamundësi nuk e kishte bërë atë më të pareale, thjesht më të dhimbshme. Kishte filluar të shkruante gjatë asaj periudhe, jo për publikim, jo për sy të tjerëve, por për veten. Kishte vetur se fjalët e shkruara kishin mënyrën e tyre për ta organizuar kaos liçin brendshëm. Kishte shkruar rreth Mias, jo me zemërim, por me atë qartësi që vjen pas distance. Kishte shkruar rreth babit, rreth historisë, rreth pyetjeve pa përgjigje të gatshme. Kishte shkruar rreth frikës, jo vetëm frikës së Mias, por frikës që kishte mbajtur edhe ai vetë pa e kuptuar. Frika se si do reagonte familja, frika nga opinioni I komunitetit, frika nga kompleksiteti I dashurisë me dikën nga ana tjetër. Ai kishte parë të gjitha ato frikra dhe kishte zgjedhur t'i kapërcente, ose kishte besuar se po I kapërcente. Ndoshta edhe ai kishte nevojë për të testuar. Testi kishte ardhur, dhe ai kishte zgjedhur ndershmërinë mbi lehtësinë. Por ndershmëria nuk kishte qenë pa kosto. Kishte mbrëmje kur Londra binte shi I rënd dhe dritaret e apartamentit mbuloheshin me pikla, dhe ai kishte ndecur vetëm duke dëgjuar muzikë. Atë lloj muzike që nuk kërkonte vëmendje aktive, thjesht mbushte hapësirën. Dhe kishte menduar thellë rreth pyetjes. A kishte bërë gjën e duhur? Nuk kishte qenë pyetje retorike, ishte e sinqertë, e apur, e vështirë, sepse gjëja e duhur nuk ndihet gjithmonë si gjëja e lehtë. Herë ndihet si zgjedhja e më e hidhur, ajo që të kërkon të braktisësh diçka shumë të çmuar për diçka abstrakte si principet. Por parimet e Agonit nuk kishin qenë abstrakte. Kishin qenë të mishruara, si besimi se marrëdhëniet ndërtohen mbi të vërtetën, si bindja se dy njerëz meritojnë të zgjedhin me dije, jo me mashtrim. Kishte qenë ky parim, jo historia, jo urrëtia e trashëguar, jo presioni social, që kishte qenë në thelb të vendimit të tij. Kjo kishte qenë e rëndësishme ta kuptonte, dhe e kishte kuptuar ngadalë. Nuk kishte lënë Mian sepse ishte serbe. Kishte lënë Mian sepse kishte gënjur, dhe gënjeshtra kishte qenë e zgjedhur, e ripërtëritur, e mbajtur gjallë me kujdes. Ky dallim ishte thelbësor. Nëse Miaj që nga dita e parë kishte thënë, jam nga Serbia dhe e di se ka histori mes vendeve tona, por dua të njoh si njeri, Agoni nuk mund ta dinte me siguri se si do reagonte. Ndoshta do t'ishte vështirë, ndoshta do t'kishte pasur biseda të rënda, tension, pyetje të komplikuara, por ata dy do t'kishin zgjedhur me sytë e hapur. Do t'kishte qenë e vërteta e tyre, komplekse, por e tyre. Ata nuk e kishin pasur atë mundësi, dhe ky ishte trishtimi I vërtet. Jo se u dashuruan, por se nuk kishin mundur ta donin me ndershmëri nga fillimi. Semestri kishte vazhduar, studimet kishin marrë ritmin e tyre. Agoni kishte gjetur veten duke u përfshirë sërish në gjërat që kishte dashur, bisedat e gjata me shok të ndryshëm kombësh, eksplorimi I qytetit, leximi I librave, mendimi rreth të ardhmes. Kishte bërë mikë të rinj, kishte vazhduar lidhjet e vjetra.
Kishte telefonuar familjen çdo javë dhe kishte ndjerë se Londrën e kishte bërë tashmë pak nga pak shtëpinë e tij të dytë, jo duke harruar Prishtinën, por duke zgjeruar kuptimin e fjalës shtëpi. Kishte folur me Muratin para se babai të kthehej në Kosovë. Bisede gjatë, e ngrohtë, e vërteta midis dy burrash që respektonin njëri tjetrin. Murati kishte thënë se ishte krenar me djalin, jo për vendimin specifik, por për mënyrën si e kishte trajtuar gjithçka. Ke pasur dhimbje dhe nuk e ke fshehur, nuk e ke kthyer urrëtie, kishte thënë babai. Kjo është shenja e burrit. Ato fjalë kishin mbajtur gjatë. Kishte edhe një gjë tjetër, e papritur, e lehtë, që kishte ndodhur javë pas ndarjes. Agoni kishte filluar të mendonte ndryshe rreth historisë, jo ta refuzonte, nuk e kishte refuzuar kurrë, por ta shihte me sytë e dikujt që ka jetuar personalisht pasojat e saj te njerëzit konkret. Kishte kuptuar se historia nuk ishte vetëm data dhe luftra dhe politikan, ishte frika e vajzës që nuk guxonte të thoshte emrin e vendit së saj, ishte zemra e djalit që duhej të bënte zgjedhje mes dhimbjes kolektive dhe dashurisë individuale. Historia banonte te çdo njeri, e padukshme dhe shumë e pranishme. Ky kuptim nuk e kishte bërë trishtimin të shkonte, por e kishte bërë më të kuptueshëm, dhe kuptimi, si gjithmonë, jep pak dritë. Agoni kishte ndenjur një pasdite vonë në bibliotekën e universitetit, duke punuar për projektin e fundit të semestrit. Dritaret e mëdha shihnin nga kopshti kur bora e lehtë e dimrit kishte mbuluar barin dhe degët. Qyteti ishte qetësuar paksa, ato orë para mbrëmjesh kur nxitimi i ditës pushon dhe nata nuk ka ardhur ende. Kishte ndalur nga puna dhe kishte shikuar jashtë. Kishte menduar, jo me dhimbje aktive tani, por me atë reflektimin e qetë të dikujt që ka kaluar nëpër diçka dhe ka dalë. Kishte menduar se jeta kishte mënyra të çuditshme për t'i mësuar gjërat. Nuk t'i prezantonte mësimet pastër dhe të paketuara, të jepte situatat dhe të linte ty të i nxirrte ato që mundte. Kishte marrë nga kjo histori gjëra që nuk mund t'i kishte mësuar nga asnjë libër, se njeriu mund të jetë njëkohësisht i mirë dhe i gënjyshëm, se dashuria është e mjaftueshme për shumë gjëra, por jo për gjithçka. Se vendimi i vështirë i bërë me ndershmërinë ndërtime të lën paqe, jo me një herë, por me kohë. Dhe kishte mësuar diçka rreth vetvetes, diçka e rëndësishme, se kur ishte ardhur momenti i vërtet i testit, kishte qenë i denjë me vetveten, jo i përsosur, askush nuk ishte, jo me dhimbje. Dhimbja kishte qenë reale, por i denjë. Kishte zgjedhur me sy të hapur, me zemër të hapur dhe me kërbinj drejt. Ky ishte gjëja e vetme mbi të cilën kishte kontroll të plot, jo se si e trajtonte historia, jo se si kishin zgjedhur të tjerët, por se si kishte zgjedhur ai. Dhe me atë zgjedhje kishte jetuar dhe do të vazhdonte të jetonte. Bora e lehtë jashtë dritares kishte vazhduar të binte ngadalë, duke mbuluar gjithçka me atë barazinë e saj të qetë. Londra nuk ndalet për askënd, por ndonjëherë, ajo të jep qiellin e kthjellët, ose dënoren e qetë, ose buzëqeshjen e huajt në metro, dhe për një çast të shkurtër ke ndjenjen se qyteti po të shkon syt dhe po të thotë vazhdo. Dhe Agoni kishte vazhduar.